apo drejtësia SPAK-u që do të veprojë në këtë rast? Pritshmërit, prandaj quhen pritshmëri, se janë hipoteza, po edhe po dihen ato nuk deklarohen, pra nuk i deklaron kush pritshmëritë e protestës së radhës. Sa i takon ndërkombëtarëve, e ka thënë shumë qartë Sali Berisha, nuk pritet rrëzimi i qeverisë as nga drejtësia dhe as nga ndërhyrjet e huaja. Do të jetë revolta popullore që do ta rrëzojë këtë qeveri dhe prandaj opozita është duke përshkallëzuar sistemin dhe frekuencën e protestave. Ajo që u pa në 24 janar është vetëm fillimi i vitit të protestave me frekuencë të lartë dhe me intensitet të lartë që do të jetë 2026 deri ditën kur qeveria bëhet jo qeveria Rama, por një qeveri kujdestare e cila mundson zgjedhje dhe gardë barabartë në zgjedhje. Vetëm protesta, një grevurie për shembull, do t'i bënte mirë opozitës? Apo një skenar tjetër, nuk e di, na e thoni ju? Tati më thuaj. Dalloj atë cinizmin që vjen nga divani i studios dhe prandaj bëra atë pauzën. Jo, jemi në karrige të lartë me këmbë të varur, asnjëherë në divan. Çfarë do shoh nga rehatia e tyre që shohin zjarrin dhe fërkojnë duar? Jo, zoti Lela, ne na pëlqen të kemi një opozitë të fortë që të mund të japë drejtim kësaj situate. Për këtë mos domethënë harrojeni dhe ishini nga mendja. Ne na pëlqen shumë që opozita të ketë skenare vërtet të mira dhe të forta që t'i bëjnë mirë këtij vendi.